Gazetari Lavdrim Lita ngre akuza ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama lidhur me një tender të pretenduar prej tij prej 800.000 eurosh për blerjen e një makine të re të blinduar. Lita e cilëson këtë veprim si të pajustifikuar dhe provokues në raport me qytetarët. Lajmi është që kryeministri Edi Rama ka tenderuar 800.000 euro për një makinë të blinduar. Pyetja është, nga kush sulmohet ky zotëri, nga kush ka frikë? Sipas gazetarit, në një vend ku mungojnë fondet për shërbime publike, blerja e një automjeti luksoz për kreun e qeverisë është e papranueshme. Kjo është pyetja që duhet të bëjnë qytetarët. Ku shkojnë parat e tyre? Pse duhet të blihet një supermakinë si ato të presidentit amerikan, thot gazetari? Do të ecë edhe kryeministri ynë me makinat e blinduara të tipit të Donald Trumpit? Nga kush ka frikë ky? Gazetari Lita thekson se Rama pas 13 vitesh në pushtet dhe në mandatin e tij të katërt nuk mund të justifikojë një shpenzim të tillë, duke e krahasuar luksin qeveritar me ato të udhëheqësve të fuqive botërore. Sigurisht nga ana e qeverisë nuk ka asnjë lloj transparence lidhur me këtë zhvillim, por si gjithmonë janë mediat dhe gazetarët ata të cilët e bëjnë transparencën për qytetarët. Megjithatë, siç pyet edhe gazetari Lavdrim Lita, nga kush ka frikë kryeministri që duhet të ecë me makinë të blinduar? Fundja ne nuk jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne pas procesit të vrrullshëm të shpopullimit kemi mbetur a nuk kemi mbetur 2 milion shqiptar në këtë vend.